يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أحمد سبحانه حمدا يليق بجلاله وأشكر شكرا يليق بكماله وأصلي وأسلم على خير المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد falënderimet I takojnë të madhit Allah dhul Gjelal për të mirat e tij. Dërgojmë salavatet tona mbi të dashurin ton sallallahu alaihi wasallam, familjen, shok dhe mbi gjithë besimtarët që ecin hapave të tij deri në ditën e gjykimit. Pamje të habitshme, veshje shumë interesante me trupa të vizatuar, droga, alkoholi, duhani janë problemet kryesore sot që bijtë dhe bijat tona po ballafaqohen. Lajmet dhe raportet janë shumë shqetësuese ku shpesh herë vizitohen burgjet, hapen dosjen gjykata tona, mbushen shtëpit korrektuese dhe rehabilituese me bijt dhe bija tona. Nuk ka prind që ja dën të mirën birit apo bijës së tij, edukator mësues që ja dën të mirën kësaj rinie, vetë se e ngrisin kë shqetësim të dashur vëllezër besimtar mbi atë se ka po shkojnë të rit dhe të rejat tona. Ndoshta dikush mund të thotë se është një rini shumë e shëndosh, një rini ndoshta që nuk e ka askush. Ne e kemi dhënë mundin ton, e kemi dhënë kontributin ton, u aplëcomi kushtet e gjitha, por kjo nuk mjafton. Një shoqëri që mburret me lashtësinë e saj të vjetër, me traditën e lashtë familjare, mbi 98 musliman me përqindje në këtë vend, ndërsa përgjigje është dashur vëllezër musliman, nga se mungon në këtë shoqëri edukata e mirëfillt në edukimin e gjeneratave të reja. Nëse ne duhemi të jemi të sinqert, duhemi patjetër ta pranojmë këtë realitet, këtë që po e kaplon të rinien tonë, bijt dhe bija tona, fëmijët tonë në shtëpia tona, dhe ta pyesim veten a thua vallë ku është problemi. Por problemi dashur vëllezër besimtar është tek ne, pikërisht kthehet tek ne, nga se dështimi është tek ne, nga se ne a thua vallë a kemi pyet veten ndonjëherë se si duhet të edukojmë fëmijët tanë. Apo ky edukim që ne ja bëmi fëmijëve tanë është një edukim fals, një edukim duke u munduar një pjesë materiale e cila është e dukshme, e cila shpesh herë atë mundohemi m'ia plotsu fëmijëve tonë, ndërsa ajo që është temel, ajo që është shpirti I edukatës, ne e neglizhojmë dhe nuk ja afrohemi bijve dhe bijave tona. Apo rruga sot dhe ata cilët rrinë në rrugë janë duke eduku fëmijët tonë. Pikërisht dashur vëllezër besimtar, ju që jeni sot në këtë xhami, kemi ngrit këtë shqetësim para juve për gjithë ata prind që dojnë të jenë baba I mirë dhe të ketë fëmijë të mirë në këtë dunja dhe në botën tjetër. Është kjo temë, është ky shqetësim, është për gjithë ata gjysh, për baballar, për ata mësues, për ata edukator, cilët ja dojnë të mirën këtij vendi dhe kësaj rinie, pikërisht është kjo temë. Kjo temë
e cila duhet të mirët seriozisht, të trajtohet dhe të shifet se ku janë defektet tona në këtë rrugë e cila është rrugë e gjatë dhe nuk përfundon lehtë. Edukimi i fëmijëve dashur vëllezër besimtar është një faktor kryesor në jetën tonë, nga se lidhet direkt me interesin e prindit, kthehet tek prindi, kthehet tek vetë fëmia dhe kthehet tek e gjithë shoqëria në përgjithësi. Feja islame në agjendën e saj e ka të vendosur mirë këtë mekanizmin e edukimit të fëmijëve dhe jep përparësi të madhe kësaj çështje duke pru edhe alternativë, duke pru edhe mostra, edhe model se si duhet të edukohemi ne fëmijët tanë. Por shtrohet pyetja, a jemi të gatshëm ne muslimanët, ne cilët vimi në xhami, ne cilët i bim Allahut në sejdë, ne cilët ditë e Ramazanit agjëromi për Allahun dhul xhelal, a jemi na të gatshëm për me pranu këtë model dhe me fillu me praktiku në jetën tonë për kënd, për vetën tonë, për fëmijët tonë edhe për fëmijët e këtij vendi, nëse domi të kemi një shoqëri, nga se ardhmja e një shoqërie dashur vëllezër besimtar nuk varet nga përparimi ekonomik, as përparimet e shumë të tjerë, por një shoqëri e ardhmja e asaj shoqërie varet çfarë rinie dhe çfarë fëmijë janë duke eduku. E ardhmja e një shoqërie varet nëse shikohet nga ky prizëm, do të dim se a do të kemi në një shoqëri të përparume apo do të kemi një shoqëri dështume, nga se nëse shoqëria jonë në aspektin e fëmijëve, në aspektin e rinijve dështon këtë aspekt, atëherë do të dështon edhe kjo shoqëri, do të dështon ky vend, edhe nuk e di unë se kush do ta gëzon pastaj këtë vend të cilët gjithë po mundohemi me çu përpara. Kurani famlart i cili sjell lumturinë e njerëzve në këtë jetë, edhe në botën tjetër dashur vëllezër besimtar, neve në Kur'an Allahu dhul xhelal e ka sjell një model. Pse Zoti e ka sjell këtë model? E ka sjell nga ky njeri i urtë, nga emrin i cili quhet Lukman. Nuk ka qenë pejgamber, por ka qenë njeri i urtë. Urtësia e tij ka bë, metoda e tij e urtë, dhe shumë larg pam se ka bë që Zoti këshillat e tij që ja ka dhënë të birit tij, Allahu dhul xhelal mi zbrit mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe më mbet mësime deri në ditën e Kiametit për gjithë ata që dojnë me eduku fëmijët e vet se çysh i ka eduku ky njeri i urtë. Ja pra këshillat e Lukmanit alayhi salam se çka i thot birit vet. Me çka ka fillu Lukmani alayhi salam? Ka fillu Lukmani alayhi salam ja plotsu djalit vet kushtet, mi ble kerr, mi ble rroba të mira, e shumë kushte tjera që sot ne i qesmi primare këtu, nuk janë primare, por ndëgjoni se çka i thot. Ja buneje, wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu. E kur Lukmani i thot birit vet, ai po e këshillon. Do thot këshilla do të më qenë prezente. Ja buneje, la tushrik billah, inne shirke le dhulmun adhim. I tha Lukmanit birit vet, o biri jam, Allahut kur mos i bë shok, kur Allahut mos i bë ortak, nga se ti bësh Allahut ortak është gjunahi më i madh. Ku ka fillu? Ka fillu me këshillën duke vendos themelin edhe në bazën e besimit tek biri vet, duke e thirr në mënyrën më të mirë që baba mund me thirr evladin e vet, o biri jam, Allahut mos i bë kur ortak, mos i bë shok, mos mendo dikush në këtë dynja që ti hek belat, ti hek sprovat, ta hek smundjen, ta sjell të mirën apo të keqen pas Allahut dhul xhelal. Mos i bë kur, ja ka vendos themelin ku te evladi vet. Nga se duhet me ditë dashur vëllezër besimtar se cila është primare për me eduku evladin tënd është që ti më mësu se ekziston një Zot në këtë gjithësi që ka kriju këtë gjithësi, edhe ty, edhe mu, edhe gjithçka tjetër, edhe duhet patjetër më nënshtru vetëm këtij Zotit. Kjo është këshilla e parë, ky është mësimi i parë dhe hapi i parë që duhet çdo babë dhe çdo edukator t'ia bëj fëmijës të tij.
Pastaj pason këshilla e dytë, o wasayna l-insana biwalidayhi husna. Me njëherë kur ja ka mësu besimin Allahun dhul Gjelal, imanin në një Zot, i ka thonë, o biri jem, dije se Allahu të kalon testament, nuk ka orë për me e kja, as për kërkuj tjetër, por ka orë prej qiellit, prej Zotit ka orë, dije o biri jem se ti duhesh mu sill mirë me prindët e to. Pastaj nuk e ka eduku fëminin e vetë, vetëm mos e bo biri jem, çka i të bo, pse pe bën këta, humbe, na shkatrove, po na sjell të lashe, por ja ka pru do thot rrugën e cila duhet me ndjek. Hapi parë besimin në Allahun, hapi dytë më njëherë në këtë dynja i ka treguar birjem se masi ti të nështrohesh Zotit një, nuk ka detyrë obligim tjetër që ti duhesh me kry, më njëherë duhesh çka, mu sill me prindët e to mirë. Për çka ja ka treguar pastaj arsyen. Thot pastaj nëna e ka bardh ata kon njeriu mund pas mundi. E ndarja e ti nga gjiri ka qenë për 2 vite e ne i tham ati bëhu mirë njës ndaj neve, dhe thot njeriut Allahu tash po i tregon fjalët e Lukmanit a.s. ku i ka thonë bëhu mirë njës ndaj kuj, ndaj Zotit dhe ndaj prindve tu, wa ilejna al-masir, dhe tek ne do të ktheheni. Pastaj prapë në fund ajetit në këshilla e dy që është e ka lidh dhe të thotë se e ka lidh me iman. O birjem, dije se ti ki mundësi mi bo Allahut gjuna, ki mundësi i musil ndaj prindve jo mirë, je i lirë në këtë dynja, ti je i lirë, por dije se ku, dije se një ditë do të kthesh te kush, tek Zoti dhe do të jepsh llogari. Pastaj vazhdon këshilla e dytë duke thënë, nëse të ata të mundohen ty, mundohen me çtimi bo Allahut gjuna, ti mos i nga ata. Mos i nga ata. Pastaj çka ka vazhduar dhe sillu mirë me ta. Pastaj vazhdon këshilla duke thënë, dhe ndiqin këtë dynja rrugën e atënve të cilët i drejtohen Allahut, pastaj tek unë do të ktheheni dhe unë do t'ju lajmëroj për atë çfarë keni bërë. Allahu është ai i cili të ka tregu ty se nëse prind ty detyrojnë mi bo Allahu diçka gjuna, ti ata nuk i obligu mi ndëgju. Por anën tjetër me njëherë duhesh mu sill mirë me ta. Pastaj ka tregu se ti në këtë dunja duhesh me ecë rrugës atënve që ecin drejt Zotit dhe tek Zoti një ditë do të ktheheni dhe Allahu ka për t'ju lajmëruar se për çka, për çdo punë që e keni bë. Dhe këshilla e treta për sot e fundit për këtë ditë që a jep Lukmanit birit vet dhe që duhet ne të marrim gjithë dashur vëllezër besimtar këtë model, dëgjoni çka i thot. Ja buneje, pra fillon të thot me athirën e ngrot që a bën baba dhe duhet që me thirë nëse e ka dert e vladin e vet, nëse e ka dert të ardhmën e vladit vet, baba duhet me thirë e vladin me qithire. Ja bunej, o birjem, inneha in të ku mithkale min khërdelin, fa të kun fi sakhratin, e nëse një vepër është aqe vogël, sa një sinap që gjindët do më thonë në shkëmbin, au fi semawati au fil ard, në qiell apo në tokë, jeti biha Allah, inna Allah latifun khabir. Allahu ka me pru ato në ditën e gjykimit, edhe ka që vogël nëse është një grimcin, veprën do thot që është pa marë parasysh ku është ajo, ka me ardhë do thot para Allahut. Allahu ka me shpalos atë vepër, pastaj vazhdon ajeti dhe mbyllet, inna Allah latifun khabir, me të vërtet Allahu është që një mirë çdo i mësi dhe i di gjithat e fshehtat. Dhe është mundu me ngulit tek djali ti këtë këshill duke i treguar birjem çfarë do që bësh në këtë dunja. Ti ki mundësi mu mi mshef gjanat, ti ki mundësi mi mshef për njerëzve, ti ki mundësi me bot diçka msheftas në këtë bot, por dije se një dit ato kanë më shpalos para të madhit Allah dhul Gjelal që nuk ka mundësi mi mshef ati asgja, dhe kjo është një bindje që e mbjell njeriu tek evladi ti, nga se bindje e qarë duhet me qenë se ekzistimi Allahu dhul Gjelal dhe gjaja tjetër se një ditë kena me dalë para ti dhe do t'japim llogari për veprat tona. Nëse këto hapa dashur vëllezër besimtar,
besimi në Allahun dhul xhelal, respektimi i prindve, bindja se në këtë botë nuk ke mundësi me mshef asgjë, nga se çdo vepër do të jepsh llogari para Allahut dhul xhelal, janë ato hapa të cilët ne duhet t'i mbjellim tek fëmijët e ton, qysh duke qenë ata të vegjël, por edukimi i dashur, vëllezër besimtar, ju që jeni të pranueshëm, nuk kryhet nëse e vladi jot është rrit dhe i ka botë 18 vjet apo ke martu, por edukimi, këshilla e jote duhet me qenë e vazhdueshme, e ngrohtë dhe e sinqert prej thellësisë zemrës tënde derisa ti ki frimarje në këtë botë. E lutë Allahun dhul xhelal që të na pranoj veprat tona në këtë jetë, të na bëjë neve baballar të mirë, edukator të mirë, cilët i edukomi gjeneratat e reja dhe të arrujnë rinien tonë nga devimet e ndryshme që ndodhin në këtë vend dhe gjithkund tjetër në tokat e muslimanëve. Hadha wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in.